Një qytetar ka denoncuar tek Joq Albania ëmbëlsira me shenja myku në Viva Fresh XL në Pejton, Prishtinë. Hajde ta shikojnë atë video, pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. Se Viva Fresh Store ti nuk peqet vetën kur po qitni kësi produkte që ne dëm të neve qytetarëve shnete, po kur për nxeni këta të rritë të villë në i sen, me nëzisë pritni. Dhe më thonë që si generata 16-15 vjetë, që na shaj djali për qembëll s'ka pare i vjen marrë më thonë për e vjedhë, unë s'pem bështeti villjen, po për një me, jo me nëzisë pritni me bo hur dikën, vend se me marrë, me ullat të nëzyre që shjenë, se unë e di që shkojnë të sene, me i thonë, nëzojnë edhe një herë, mja të rjek vredjen, 2-3 herë, edhe e nëzën një 3 herë, mëni me qitë, jo herën e parë. Po, edhin, jo kini qef me qu vetën të nalt, po kur vje këj moment, nuk kini qef me qitë heq. Do më thonë që dëmtohet shneta jem, dëmtohet shneta ati tjetër, qytetarve do më thonë përgjësi këtë Kosovë, por këtë pjesë juve si janin. Ja që ka jeni jo.